kur ti je shumë serioz se kur komenton dhe kur flet. Dhe nuk është puna e sharjes, se këto nuk janë të shara, këto janë mënyra për të thënë se me cilët kemi të bëjmë. Mënyra për të thënë se me cilët kemi të bëjmë. Skuadra jonë kombëtare është diçka krejt tjetër. Është diçka krejt tjetër ndërtuar me shumë kujdes, duke nisur qysh nga viti shkuar në shtator, kur kemi vendosur drejtuesit politik, ne kështu e kemi sistemin, drejtuesit politik të qarqeve fillojnë dhe bëjnë të gjithë punën studimore, dhe kur them studimore, të territorit, të potencialeve dhe bashkëpunojnë me komunitetet, me partinë, me aktorë dhe faktorë të shoqërisë për të kuptuar se cilët dhe cilat janë kandidaturat, kandidatë dhe kandidatet më të përshtatshme dhe të mundshme. Dhe fillojnë ndërtojnë komunikime, sepse jo të gjithë ata që janë kontaktuar kanë pranuar të futen politik. Një pjesë madje edhe të keqardhur, se s'kan dhe faj. Duhet një guxim ekstra që të hysh në këtë arenë, se këtu domethënë Hoxha, Prifti janë me barë çdo ditë. Llogarit tani të merresh me politikë dhe të jesh në pasqyrat e kënetave, e moçaleve mediatike. Kështu që drejtuesit politik kanë ndërtuar një proces, ndërkohë që nga ana tjetër ne kemi lançuar platformën Deputeti që duam, rilançuar. E bëm të parën provë në 2021, ishte hera e parë, nxorëm disa mësime, bëm disa përmirësime të sistemit dhe patëm rreth 500 e kusur aplikime. Pastaj të gjithë këtyre që aplikuan ju drejtuam me një proces të dytë seleksionimi. Dhe nga ky seleksionim dolën rreth 250, në mos gabojmë, afro individ, të cilëve ju dham mundësinë që të hynë në teren dhe të fillojnë të punojnë në teren, nga ana tjetër ju kërkuam që të aktivizohen në rrjetet sociale etj. Për të parë se sa të dobishëm do të ishin për skuadrën, se një gjë është të jesh i Zoti dhe të jesh në të gjitha të mirat në jetën tonë private, gjë tjetër është të hysh në një skuadër dhe të futesh në një betejë publike. Dhe më vjen jashtëzakonisht mirë që nga platforma na ka sjellë risi të madhe. Tani, dhe këtu dua të bëj një falënderim veçantë për Bora Muzhaqin. Bora Muzhaqi është ministra jonë e shtetit për rimin dhe fëmijët dhe Bora Muzhaqi ka hyrë në platformën e Deputetit që duam në 2021, hyri në listë dhe ishte në listën ku duhet të thyej Hersi për të hyrë. Shkurt fjala, nuk doli deputete, megjithatë vazhdoi të punoj, hyri në jetën publike dhe mori një goditje, e filloi, si thosh, u bë e njohur nga që u bë meme në mungesë të eksperiencës, në mungesë të orientimit, se nuk është e lehtë të vënë kamerat si mitroloza përpara, papritur, pakujtuar edhe të japësh përgjigje kur s'ke asnjë eksperiencë, kur s'ke asnjë përgatitje. Megjithatë,
Megjithatë, ka bërë një punë dhe një përpjekje këngulse për ta kapërcyer dhe ka kapërcyer atë moment që mund ta kishte thyer një mirë psikologjikisht, dhe nga ana tjetër ka punuar shumë me disa programe të veçanta, sportin shkolla, artet dhe zejet, dhe nga ana tjetër është angazhuar me platformën. Kështu që dua ta falenderoj për punën që ka bërë në platformën, se platforma na ka dhënë goxha dorë, se ka qenë, si thosh, një burim i pavarur prurjesh të reja. Tani, dhe jam i bindur që platforma në zgjedhjet e ardhshme të 2029 do të jetë një instrument i jashtëzakonshëm, se tani më me këtë herë të dytë ka dhënë provën tek shumë skeptik që funksionon. Listat e hapura dhe partia e mbyllur, listat e mbyllura dhe partia e hapur. Këto të dyja kanë qenë linjat strategjike të këtij procesi. Çfarë do të thotë? Listat e hapura dhe partia e mbyllur do të thotë që në kushtet kur të gjitha përpjekjet për të hapur partinë bëjnë një efekt relativ dhe konsumi i energjisë dhe konsumi i kohës që partia të hapet, që në të gjithë territorin të ketë një gatishmëri të veçantë ndaj atyre që duan të bëhen pjesë e saj, është i jashtëzakonshëm dhe rezultati është shpeshherë më pak se sa i zakonshëm, pra mediokër. Pse? Sepse ka gjithmonë një tendencë mbyllëse. Dhe listat e mbyllura dhe partia e hapur do të thotë që ne i kemi shfrytzuar listat e mbyllura për të hapur partinë. Pra në një farë mënyre për ta bërë hapjen brutale. Brutale në sensin që nëse kapacitetet e brendshme në territor, nga i pamja e qasjes organizative, janë të tilla që e pengojnë hapjen, atëherë ne duhet ta imponojmë në një moment kyç. Dhe ta imponojmë duke i dhënë mundësi të rinjve, duke i dhënë mundësi të rejave, që përndryshe nuk do hynin dot. Dhe këtu kam dy shembuj. Ka shumë shembuj, por kam marrë dy për Neo Malsoria, Mariana. Neo Malsoria unë e kam njohur sepse kam pasur ftuar në podcast. Ajo është një vajzë e cila ka lindur dhe shritur në një vend periferik në malsinë e Dukagjinit dhe vetë pa asnjë dorë, pa asnjë krah, pa asnjë mbështetje, vetë me guxim, me ambicje e ka të jashtëzakonshme, i lexohet në sy, ka marrë rrugët e botës dhe ka studiuar shkenca politike. Pastaj është kthyer dhe ka rishkuar atje, tek ai vendi vet atje, që unë akoma nuk e kam vizituar atje. Dhe një shtëpi të varfër e ka kthyer në një destinacion turistik të jashtëzakonshëm. Dhe është bërë simbol i Shqipërisë turistike, duke sjell atje të huajt dhe duke eksportuar praktikisht produktin e natyrës, e mikpritjes, e gjithçkaje që përndryshe do të mbetej diçka e pazbuluar dhe e pashfrytzuar. U qas
ndaj platformës dhe natyrisht që nëse Mariana do të ishte në listë në hapur, do ta kishte shumë të vështirë. Ndërkohë që nëse në listën e mbyllur do të ishte dikush tjetër që ka një mandat, ka qenë aty, ka strukturat, ka aksesin, jo vetëm që do të ishte i sigurt, por nuk do të punonte për Marianën me zellin që do punoj për vetën e vet. Dhe këtu duhet përmend një person tjetër që më ka bërë shumë përshtypje dhe që e vlerësoj dhe më shumë sot, Edona Bilalin, e cila erdhi si deputete e para në Shkodër, pikërisht me këtë insistim, sepse insistimi im ka qenë dhe mbetet partia duhet hapur, partia socialiste duhet jetë një instrument. Nuk është qëllim në vetvete, është instrument. Në duart jo vetëm të atyre që janë brenda, por edhe atyre që janë jashtë. Të atyre që janë jashtë dhe që duan ta përdorin për të bërë këtë e atë. Dhe Edona Bilali jo vetëm që ka qenë e gatshme të jetë në listë e hapur, por është shprehur në një mënyrë që unë do kisha pasur shumë dëshirë të shpreheshin të gjithë. Me vokacion dhe me bindjen që ka një kohë për të marrë, ka një kohë për të dhënë. Dhe është në listën e hapur të Shkodrës. Një person tjetër i cili ka vite të tëra, që është në krye të punëve, që është deputet për disa kohësh, ka qenë kryetar i Bashkisë Berat, Fadil Nasufi, veteran i Partisë Socialiste. Ka shprehur gatishmërinë jo të jetë listë e hapur, po edhe të mos jetë fare dhe të punoj ku t'i kërkohet madje duke thënë që unë nëse duhem listë e hapur, futem listë e hapur dhe nëse duhet punoj për dikë tjetër, punoj për dikë tjetër. Dhe këto nuk janë gjëra që duhet të jenë të jashtëzakonshme. Këto janë gjëra që duhet të jenë mënyra si funksionon një organizëm, një familje politike, e cila ka qëllim të bëjë Shqipërinë. Jo qëllim në vetvete të jetë me veten dhe për veten, po të jetë me shqiptarë dhe për shqiptarë, me të tjerë dhe për të tjerë. Dhe një shembull tjetër është Vlora. Unë kam menduar gjithmonë që ne në Vlorë nuk e marrim maksimumin. Dhe maksimumi që unë besoj që meritojmë, dhe unë besoj që vlonjatët do të na e jepnin, nëse ne do ishim në gjendje t'u jepnim atyre atje në Vlorë një ofertë që nuk ju sjell në mendje mbyllje, partinë e mbyllur, partinë e disave, që kthehet pastaj në një shëmbëltyr të një klubi të privilegjuarsh. Dhe prandaj në Vlorë kemi përmbysur komplet listën që kishte. Por t'ju dhënë një ofertë shumë më komplekse dhe shumë më të prekshme dhe njëkohësisht për të dhënë mesazh që kjo parti nuk është e jona, po është edhe e juaj. Dhe në Vlorë, kontrapunkti tjetër, domethënë një tjetër shëmbëltyr e kësaj përpjekje që lista e mbyllur të jetë instrument i partisë hapur dhe partia vetë jetë instrument përtej vetes dhe t'u jap të tjerëve mundësinë ta përdorin si instrument, është Eriona Ismaili. Eriona Ismaili është një vajzë
me cilën unë jam njohur në një konflikt. Konflikt në telefon. Bam dhe bum, kur u përmbyt Vlora. Kishte një ankesë, unë si zakonisht i dash një përgjigja si pëlqeu, filloi bababam, folëm në telefon me gishta në vesh, një kokë shkëmb. Unë nuk e kam më pak shkëmbore kokën dhe u përplasëm. Por më bëri shumë përshtypje. Sepse jo se sipas meje kishte drejt, por sepse mënyra se si fliste nuk ishte një person që ankoi në mënyrë banale për diçka atje, por ishte një person që dukej që kishte një angazhim. Dhe pastaj u interesova të kuptoj kush është ky njeri. Dhe kuptova që ishte një person i angazhuar me shoqërinë civile, që punonte me një projekt zviceran etj. Dhe kështu i dash një indikacion që shikoheni këtë profil. Tani çfarë pashun? Pashin nuk kishte dëshirë për ta parë këtë njeri. Nuk kishte dëshirë. Jo po është e çmendur, jo po këtu, jo po aty. Dhe pse ishte e çmendur? Sepse me siguri, nuk e diskutoj fare, këtë gjë që bëri me mua e bënte për gjëra që i beson. E pra, këta njerëz të cilët e besojnë që gjërat mund të bëhen më mirë, të cilët nuk janë në kundërshti negative kënetore,